Klubi futbollit Bashkimi Kumanovës përgatitet për pjesën pranverore dhe ka filluar më 10 janar aty ku do të qëndroj deri më 23 janar dhe më pas do zhvendoset në Kroaci ku do të qëndroj deri 4 shkurt për përgatitje të fazës kryesore, ku dhe do të zhvillojnë edhe ndeshje kontrolluese sipas plan programit të stafit teknik. Megjithatë, ndeshja e parë kontrolluese do të zhvillohet të premten në Kavadar kundër Tikfeshit, që do të jetë një test i mirë për të parë formën fizike të lojtarëve që kanë në disponim, por edhe ato që janë ofruar Bashkimit. Drejtuesit e klubit deri më tani kanë angazhuar Fodej Travalli, i cili vjen nga AP Brera. Gjithashtu kontratë profesionale me klubin kanë nënshkruar edhe 17 vjeçari Bejzad Limani, por nga klubi IKF Bashkimit njoftojnë se në këtë afat kalimtar të dimrit do të ketë edhe prurje të tjera. Tani për tani, nga ekipi kumanovar janë larguar Samet Rexhepi, Nedim Hoxhić dhe Flamur Xhelili. Pjesa pranverore e kampionatit starton me 10 dhe 11 shkurt me ndeshjet e Xhiros së 17, ndërsa Bashkimi është mysafir e Sileksit në Kratov.